Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 13, data 13. Një ditë mjaft e rëndësishme ku kemi të bëjmë me Afroditën, me zhvendosjen e Afroditës në Luan dhe zgjon tek ne mënyrën, mundësinë dhe punën tonë që të bëjmë diçka më pozitive, më mirë akoma, ose disa takime që neve duam, ose disa plane të lëna pas dore mund t'i stabilizojnë. Do të ndikoj pozitivisht në shenjën e Dashit, Luanit dhe Shqiptarit, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Është një nga ndikimet më të mëdha sepse lidhet edhe me anën e punës së karrierës, por lidhet edhe me ndryshimin e madh që vjen drejt jush, prandaj ka diçka shumë të madhe, ka diçka shumë pozitive në anën ekonomike financiare në lidhje me disa takime, disa bisedime shumë të rëndësishme, sepse ka të bëjë me disa nënshkrime dhe ndikime që kanë bënë në punë dhe në karrierë. Kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi në ato ne çka bëjmë. Por para se të filloj me parashikimin e kësaj dite, kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjërat që ju dëshironi dhe doni. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe tek sekretaria, emailin tuaj dhe flasim në WhatsApp apo në Viber. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejtë me juve, e do të dërgoni mesazh. Atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhe për të marrë drejt për së drejtë përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndryshimit dhe të ndikimit, që do thotë shenja e Dashit. Por juve të kësaj shenje duket se ka të bëjnë mjaftë mënyra, mundësia, koha dhe ndryshimet që kanë të bëjnë. Është ekonomia ajo që juve kërkoni të stabilizoni, sepse vjeti që i parë është munduar shumë që t'ja arrisi qëllimit dhe ja arrit, nuk e diskutoj këtë, por edhe disa ndryshime të tjera që do të keni, tani për tani është një mundësi shumë e mirë sepse duke pasur parasysh takime, bisedime, mundësi të arta se kanë bëjnë tani, sepse kjo është një periudhë që vërtet ndikon, vërtet ka të bëjnë me anën ekonomike financiare, por fokusi më i madh është tek çështjet e punës, është tek biznesi dhe tek karriera, në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshore të dhjetit parë dhe me brëqat të dhjetit tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, dhe shkojmë tek një shenjë tjetër tani, dhe shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe mjaft pozitive që është shenja e Demit. Për sa përket kësaj dite, miq e mi, tek kësaj shenje duket se i keni të gjitha mundësit, edhe pse me disa vështirësi të vogla, që keni pasur disa probleme nga e kaluara, por duket se tani ka ardhur koha dhe momenti që ju vetë të zgjidhni mes asaj që është e realizueshme dhe mes asaj që është e dobishme për çështjet shpirtërore, për lidhjet, për mundësitë, për kohën, për ndryshimin dhe momentin që ju do të keni. Është një moment mjaft i mirë sepse ndikimet që kanë të bëjnë për juve të kësaj shenje, duket se ka edhe një takim që do të bëni, por takim mjaft pozitiv ky, sepse Demi gjithmonë është një hapara sa çfarë ndodh. Nuk diskutohet, mund të keni edhe një lajm shumë të mirë juve të bisedohet në lidhje me rritjen e detyrë ose diçka të kësaj natyre, që është mundësia, është momenti i duhur për zgjidhje të tilla. Nuk e diskutoj sepse është edhe koha dhe momenti mjaft pozitiv. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrepët e dhjetit parë, luanët e dhjetit tretë, me luanët e dhjetit tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, që do të thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, meqense binjakët duket se tani për tani në këtë periudhë janë dy gjëra kryesore. Është ndikimi i Mërkurit nga Gafornia që jep mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur çështje problematike. Keni gjithashtu një moment mjaft të mirë sepse e keni kohën tuaj, keni momentin tuaj për zgjidhur çështje problematike që mund keni pasur dikur, por tani vjen një moment shumë pozitiv për të zgjidhur ato të pazgjidhshme që e them unë nga hera. Por me qenë se jeni pak të ndërlikuar për ato që do të bëni, për ato që do të keni dhe mundësitë që janë tani, janë mundësi të arta ekonomike financiare dhe lidhje me biznesin. Me biznesin nuk e diskutoj unë se e keni mundësinë juve për të 30 ditë që do fillojnë një diçka të re tani, që është ajo e punës, është ajo e ndryshimit madh që do të keni dhe kjo është mjaft pozitive dhe tepër ideale në vazhdimsi.
Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëmtë dhe diçka parë, me ujorët dhe diçka tretë është perfektja, por një nga mundësitë më të mira që kanë bëjnë janë në lidhje me anën e biznesit dhe të karrierës, por do të thotë ndryshimi që do të keni në fushën e dashurisë, do të thotë me vigëresht të diçka parë dhe me peshk të diçka të tretë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji ku stabilizimi, konkretizimi i gjërave të mëdha që do të keni dhe jo vetëm që do të thotë shenja e gafores. Për gaforet kam shumë lajme të mira, sepse gaforet i përkasin gjërat në lidhje me punën e tyre, lodhen shumë, arrin shumë, mundohen që t'jenë korrekt me punën e tyre, t'jenë korrekt me gjërat e tyre, dhe janë, pse jo, sepse kjo periudhë është një nga periudhat më të ndikuara, sepse pikërisht kjo ditë është një nga ditët më të vështira në plan parë, por janë shumë të mira sepse na jep mundësinë e zgjidhjes së problematikave, nëse mund keni pasur në një kohë më përpara ose në të keni zgjidhur gjëra siç keni pas dashur, por vjen një moment tani, një moment i plotësimit të dëshirës suaj, po mirë do thoni juve, sepse ditë shtune çfarë mund bëj? Mund bëni shumë takime, bisedime, disa blerje që mund të keni, se është ditë e Saturnit dhe kjo ndihmon jashmase për çështjet madhore që do të keni dhe gjëra të tjera të rëndësishme që do arrini. Në fushën e dashurisë duket se ka të bëjnë me shigjetarët e dhjetit parë dhe me peshk të dhjetit të tretë, ku është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive në këtë drejtim. Vijojmë tek një shenjë zjarri tani, tek një shenjë që nga njëra anë na jep mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur problematikat, nga ana tjetër na jep momentin e duhur sepse duan të zgjidhin një problem të pazgjidhshëm që kanë pasur para disa kohëve. Por kjo lidhet edhe me punën aktuale tani, lidhet edhe me një takim i papritur që mund të ndodhi, takimet e papritur ndodhin gjithmonë, ju e dini këtë, por edhe pse me probleme, edhe pse keni pasur çështje të mbartura nga e kaluara, por duket se tani ka ardhur momenti dhe koha që ju të shikoni përpara, të ecni përpara në anën tuaj më të mirë të mundshme, dhe kjo duket se ka një ndryshim mes asaj që është realizueshme dhe mes asaj që është e kuptueshme mbi jetën, mbi vazhdimsinë, mbi korrektësinë. Kujdes, korrektësinë, sepse juve jeni shumë korrekt. Luanët janë shenja që depërton thellë mbi gjërat ekonomike financiare, bëjnë një përllogaritje shumë të rëndësishme sepse presin për lajme të mira, presin për vazhdimsinë, presin për gjërat të tjera që do të kenë, por gjithsesi kjo është periudha e ndryshimeve të mëdha, e çështjeve financiare, ekonomike dhe të lidhje me biznesin. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me britsjap të dhjetit parë dhe binjak të dhjetit tretë, duket se kanë një ndikim shumë të madh pozitiv në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft pozitive e rëndësishme për nga ana planetare, që do të thotë Virgjëresha. Për Virgjëresha, çfarë ndodh me Virgjëresha dhe ku Virgjëreshat kanë problemin e tyre, ku zgjidhin problemin e tyre në anën tjetër. Ka të bëjnë me mundësinë, me punën, me karrierën, me ndryshimin e madh që keni tani për tani, sepse vërtet keni mundësinë ose keni pasur disa probleme në të kaluarën në lidhje me punën tuaj, ose keni pasur një problem për të pazgjidhshëm për sa i përket punës aktuale, për sa i përket një momenti të duhur, moment ekonomik do ta thoshun, edhe për sa i përket çështjeve të punës tani për tani, e keni mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet e një pune të re, edhe pse kjo ditë e shtunë është pak e lodhshme për juve, por nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar, sepse do të zgjidhni problemet ashtu siç dëshironi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me peshk të dhjetit parë dhe me binjak duket perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft pozitive dhe tepër ideale, që do thotë shenja e peshores. Peshoret janë shenjat që rregullojnë, stabilizojnë, mundësojnë në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me disa takime, me disa bisedime që janë shumë të rëndësishme. Madje është një nga periudhat më ideale dhe më perfekte të qenë ndonjëherë, sepse juve e keni dhe mundësinë. Nuk e diskutoj unë që në vërtet një nga momentet më të mira që do të keni është ajo e ekonomisë, stabilizimi i saj, por një punë e re duket se si ditë shtune jys pushimi, se juve nuk keni pushim, ju keni vetëm punë, dhe kjo do t'ju ndihmojnë për të zgjidhur problemet që keni pasur më përpara, ose diçka që lidhet me anën ekonomike financiare, lidhet dhe me ndryshimin tjetër që do të keni,
prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep të dhjetëdhjetit parë, me ujor të dhjetëdhjetit të tretë, është diçka shumë pozitive dhe tepër ideale mbi zgjidhjen dhe çështjet të mëdha që do keni tani tutje. Prandaj mos më shqetësoni fare, sepse është kjo periudhë, është ky momenti që rregullon dhe starton mbi ato që kërkohet dhe gjërat të tjera që do të diktojnë mbi anën ekonomike financiare dhe mbi biznesin që juve kërkoni. Dashuria duket se një moment që keni mjaft pozitiv, që do të thotë një nga lidhjet afatgjat, që do të thotë me dashë dhe do të thotë me britsjap të dhjetëdhjetit të dytë. Vjen tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e mundësive dhe e kërkesave të larta, që do të thotë akrepi, kërkesat të larta, po. E kanë këtë ditë sepse dita e shtunë për ata, për akrepët të 30 diqët, janë shumë përpara për qenë në këtë kohë. Ka një mundësi shumë të mirë sepse me zgjidhjen e problematikave që ata kanë ose disa gjëra tjera që do të ndikojnë në fushën e karrierës së tyre. Një mundësi mjaft e mirë që e lidhin edhe me anën ekonomike financiare, e lidhin edhe me një çështje biznesi, që e kanë dorë për të zgjidhur çdo gjë në lidhje me ekonominë, lidhje me punë, lidhje me standardet e tyre që ata presin ose diçka shumë të madhe që do të kenë tani e tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar mbi atë çka është, mbi atë çka kërkohet dhe është pozicionimi i planeteve, është momenti dhe mundësia e artë për të zgjidhur anën ekonomike financiare, për të zgjidhur disa probleme të mbartur nga e kaluara dhe është momenti tani mjaft pozitiv dhe tepër korrekt nga ana juaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me gafore dhe me ujor duken të mbara. Vijojnë tek shenja e radhës, shkon tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që vërtet ka kohën dhe mundësinë, momentin e duhur për zgjidhur problemin, që do thotë shenja e shigjetarëve. Shigjetarët duket se nga njëra anë punojnë shumë, zgjidhin problemet e tyre, arrin majat për sa i përket çështjeve ekonomiko-financiare, për sa i përket disa gjërave që tani mundet që të rregullojnë gjërat në punën e tyre, në stabilizimin ekonomik, në momentin e duhur mund të keni zgjidhje, disa probleme nga e kaluara mund ta kenë, por vjen momenti tani i zgjidhjes të këtyre problemeve dhe shkoni përpara, edhe pse do të shikoni gjërat të rrjedhin në favorin tuaj dhe një mundësi shumë e mirë që është tani në këtë periudhë keni mundësinë, keni kohën e dur, keni ndryshimin e madh që do vinë, por gjithashtu edhe ana ekonomike, financiare, biznesin dhe karrierën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep të dhjetëdhjetit parë, me peshk të dhjetëdhjetit të tretë, duket se është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft pozitive, korrekte nga ana juaj, që do të thotë shenja e britsjapit. Çfarë ndodh me britsjapët dhe ku britsjapët kanë mundësinë dhe momentin e duhur mbi disa zhvillime dhe disa ndryshime që ngelen në anën tuaj dhe pozicionimi i planeteve që ofron disi në anën ekonomike dhe është edhe momenti i duhur mbi zgjidhjet të problematikave, zgjidhjeve të çështjeve mjaft korrekte nga ana juaj, por dhe një nga pozicionimet më të mira planetare që do të japin mundësi për zgjidhur çështjet ekonomike financiare, për të zgjidhur biznesin, sepse lidhje me biznesin janë shumë ndikime dhe shumë pozitive për arritje dhe çështjet financiare ekonomike. Dhe një nga mundësitë më të mira që kanë të bëjnë është ekonomia. Ekonomia zgjidh dhe problemin dhe kohën e duhur për çështjet ekonomike financiare që do të keni dhe është momenti juaj. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse gjithmonë britsjapët janë një hap para asaj çfarë ndodh. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshore dhe me dash janë grindur, po e rregullojnë tani se dita e shtunë është dita e pozicionimit planeteve dhe kohës duhur për zgjidhur çështjet që kanë të pazgjidhura. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e ujorit. Ujorët e dashur, si ditë e shtunë që është një ditë ku vërtet juve mund të prezantoni shumë gjëra në lidhje me punën tuaj, lidhje me karrierën, por për juve që merreni me punë të rëndësishme, që është në vend të kyçe. Edhe pse disa fjalë mund të dëgjoni, mirë është të bisedoni me personat që keni pasur takime bisedime, është mirë, sepse një nga mundësitë më të artë që mund të keni është një zgjidhje një problemi shumë të madh që keni pasur dhe kjo do të thotë do të ndihmojnë mbi anën e financave dhe të ekonomisë, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Dhe është një kohë mjaft e mirë tani për tani, ku do t'i zgjidhni gjërat ku doni dhe momenti është i artë. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në ekonomi. Në lidhje me dashurinë, duket se me Virgjëresh të dhjetëdhjetit parë, me shigjetar të dhjetëdhjetit të tretë, ka diçka shumë pozitive. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft pozitive dhe tepër ideale që do thotë shenja e peshqeve.
Për sa përket peshqeve, meqense peshqit duket se tani për tani janë shenjat më të ndikuese, pse mos dita e sotme, si dita e shtunë, është në mundësia dhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në çdo aspekt të jetës suaj, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gaforet e ditës së parë dhe me peshorët e ditës së është perfektja. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme, kësaj dite që ndikimet dhe favorizimet janë në favorin tuaj, dhe do të thot mundësi, do të thot rëndësi, sepse Afrodita që shkon në Luan ndihmon jashtëmase në çdo aspekt. Pra, ishte data 13 qershor të 2026. Nëse doni parashikimet e detajuara, kemi astrologu.al, faqja roz, dhe atje mund të zgjidhni një nga paketat dhe shkojnë te sekretaria, atje dërgoni emailin dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Unë Gjero Pulla, më të mirën ju uroj. Gjithë mira.